A ke parë ndonjëherë një qen në ëndër dhe je zgjuar me një ndjesi të çuditshme, sikur ajo ëndër kishte një mesazh për ty? Qentë në ëndra nuk janë thjesht figura kalimtare, ato bartin simbole të thella, emocione të forta dhe ndonjëherë paralajmërime që duhen kuptuar. Në këtë video do të zbulojmë së bashku se çfarë do të thotë kur një qen shfaqet në ëndrat tua. Nga ngjyra, sjellja e tij deri tek ndjesitë që të ngjall, çdo detaj ka rëndësinë e vet. Qëndro me ne dhe zbulo mesazhet e fshehura që universi mund të jetë duke të dërguar. Domethënia e përgjithshme e qenit në ëndër. Qeni është një simbol universal i besnikërisë, mbrojtjes dhe instinktit të brendshëm. Kur shfaqet në ëndër, ai shpesh përfaqëson një pjesë të personalitetit tënd që lidhet me besimin, miqësinë, ndjenjën e sigurisë, apo dhe intuitën që përpiqet të të udhëheqë në jetën reale. Në shumë raste, qeni simbolizon një marrëdhënie të rëndësishme në jetën tënde. Mund të jetë një mik i ngushtë, një partner romantik ose dikush që të qëndron pranë në kohë të vështira. Por, gjithashtu në varësi të sjelljes së qenit në ëndër, ai mund të paralajmërojë për tradhti, rrezik të fshehur ose ndjenja të shtypura që ke brenda vetes. Kuptimi ndryshon në varësi të kontekstit, prandaj në vazhdim do të shohim llojet e qenëve, ngjyrat, sjelljet dhe gjithçka tjetër që ndikon në interpretimin e ëndrrës. Ngjyrat e qenëve dhe kuptimet e ëndrave. Qeni i zi në ëndër. Kuptimet. Qeni i zi është një nga simbolet më të fuqishme dhe shpesh më misterioze në ëndra. Ai mund të sjellë mesazhe të thella nga nënvedia dhe shpesh është i lidhur me ndjenja që ndodhen në prapaskenë të jetës sonë. Ja disa nga kuptimet më të zakonshme. Frikë apo ankth i fshehur. Qeni i zi mund të simbolizojë një ndjenjë të errët apo probleme emocionale që ti i ke shtypur për një kohë të gjatë. Ai mund të jetë një paralajmërim për të përballur me këtë ndjenjë. Zhgënjim. Në disa raste qeni i zi shfaqet kur ke humbur besimin tek dikush. Mund të tregojë një tradhti të mundshme apo dyshim ndaj një miku apo partneri. Mbrojtje nga forca negative. Edhe pse duket i frikshëm, në shumë kultura qeni i zi është rojtar shpirtëror që të paralajmëron për rrezikun dhe të mbron nga forcat e padukshme. Udhëheqje nga instinktet. Qeni i zi mund të të ftojë të ndjekësh intuitën tënde edhe kur rruga nuk është e qartë. Është një thirrje për t'u lidhur me fuqinë tënde të brendshme. Konteksti është thelbësor. Nëse qeni i zi në ëndër është i qetë dhe i butë, ai mund të simbolizojë pranimin të energjisë së brendshme dhe një fazë të re vetkuptimi. Por, nëse ai është agresiv apo ndjekës, ai mund të tregojë ndikime negative në jetën tënde. Prandaj, kujdes. Qeni i bardhë në ëndër. Kuptimet. Qeni i bardhë shpesh shihet si një simbol i pastërtisë, besnikërisë dhe paqes së brendshme. Kur shfaqet në ëndër, ai sjell një energji pozitive dhe shpesh është një shenjë e mbështetjes shpirtërore ose e marrëdhënieve të sinqerta në jetën tënde. Ja disa nga kuptimet kryesore. Besnikëri dhe miqësi e pastër. Një qen i bardhë shpesh përfaqëson një mik besnik, dikë që është në krahun tënd pa interesa të fshehura. Mund të tregojë se je i rrethuar nga njerëz të mirë dhe të vërtetë. Paqe dhe qetësi shpirtërore. Ëndra me qen të bardhë lidhet me qetësinë mendore, pranimin e vetes dhe rrugëtimin drejt një jete më të ekuilibruar. Udhëzues shpirtëror. Në shumë raste qeni i bardhë interpretohet si një shenjë mbrojtje nga lart, një energji që të udhëzon drejt dritës dhe të mbron nga rreziqet shpirtërore. Fillim i ri i ndritur. Nëse në ëndër qeni i bardhë të afrohet me dashamirësi, kjo mund të tregojë një fillim të ri, një kapitull ku do të ndihesh më i pasur, më i lehtë dhe më në paqe me veten. Nëse ndihesh mirë gjatë ëndrrës dhe qeni i bardhë është i qetë, kjo është një shenjë shumë e mirë për jetën tënde personale dhe shpirtërore. Qeni kaf në ëndër. Kuptimet. Qeni me ngjyrë kafe në ëndër është një simbol i tokës, stabilitetit dhe marrëdhënieve reale. Kjo ngjyrë është e lidhur me energjinë e tokës dhe përfaqëson besueshmërinë, sigurinë dhe besnikërinë në jetën e përditshme. Ja disa kuptime të mundshme kur sheh një qen kaf në ëndër.
Stabilitet në marrëdhënie. Një qen kaf mund të tregojë se marrëdhëniet e tua, qofshin familjare apo shoqërore, janë të shëndetshme dhe të balancuara. Është një shenjë që ke njerëz të besueshëm rreth vetes. Besim dhe toksim. Ngjyra kafe lidhet me rrënjën dhe praktikën, ndaj ëndra mund të tregojë nevojën për të përqendruar në çështjet më bazike të jetës, shtëpia, puna ose shëndeti. Por ulësi dhe maturi. Qeni kaf shpesh paraqit një qasje të thjeshtë por të qëndrueshme ndaj jetës. Është një mesazh që ndonjëherë rruga më e mirë është ajo më e thjeshta dhe më e qëndrueshme. Mesazh nga dikush i afërt. Në disa raste, një qen kaf mund të përfaqësojë një person të afërt me ty që ndoshta ka nevojë për ndihmën tënde ose po përpiqet të japë një mesazh të rëndësishëm në mënyrë të pavetëdijshme. Nëse qeni kaf është i qetë dhe miqësor, ëndra është një shenjë mbështetje dhe stabilitet emocional. Por, nëse është agresiv apo të ndjek, mund të nënkuptojë se po shmang përballjen me ndonjë përgjegjësi në jetën reale. Qeni kuq në ëndër. Kuptime. Të shohësh një qen të kuq në ëndër është një simbol i fuqishëm dhe shpesh ka kuptime të lidhura me emocione të zjarrta, paralajmërime ose ndjenja të shtypura. Ngjyra e kuqe në botën e ëndrave është e lidhur me pasionin, agresivitetin, por dhe rrezikun. Dhe kur ajo lidhet me figurën e qenit, krijon një mesazh të veçantë për nënvetdijen tënde. Ja disa nga kuptimet më të zakonshme. Emocione të forta. Një qen i kuq mund të simbolizojë pasione të fuqishme ose xhelozi në jetën tënde. Mund të jetë një reflektim i ndjenjave që po përvëllojnë nga brenda, si dashuri e zjarrt, urrëtie apo lakmi. Paralajmërim ndaj një tradhtie. Në disa kultura, qeni i kuq në ëndër lidhet me një person që sillet si mik, por në realitet mund të jetë i pabes. Është një thirrje për të qenë i vëmendshëm ndaj atyre që të rrethojnë. Luftë e brendshme. Ngjyra e kuqe tregon një konflikt të fortë emocional, sidomos kur lidhet me një qen që të sulmon ose të ndjek. Kjo mund të jetë pasqyrimi i një ndjenje faji, frike apo zemërimi që po e shtyp brenda vetes. Në disa raste, sidomos në ëndra ku qeni i kuq është shumë aktiv ose luan, ai mund të përfaqësojë energjinë tuaj të brendshme të fshehur dhe një dëshirë të pashprehur për lidhje të forta emocionale dhe fizike me dikë. Instinkte të fuqishme. Qeni i kuq përfaqëson instinktin e mbijetesës, reagimin e shpejtë dhe intuitën e fortë. Ëndra të fton të zgjosh më shumë zërin tënd të brendshëm. Nëse qeni i kuq është miqësor, mund të jetë shenjë e një energjie të re që po hyn në jetën tënde. Nëse është agresiv, mund të nënkuptojë një situatë që del jashtë kontrollit. Sjellja e qenit në ëndër. Një qen që leh në ëndër. Kuptimet dhe mesazhet. Kur sheh në ëndër një qen që leh, kjo skenë mund të ketë shumë kuptime të ndryshme në varësi të mënyrës si ndihesh gjatë ëndrës dhe kontekstit në të cilin ndodh. Lehja e qenit është një formë komunikimi, ndaj kjo ëndër shpesh tregon për mesazhe që po përpiqesh të dëgjosh ose të shprehësh në jetën reale. Ja disa nga kuptimet më të zakonshme të kësaj ëndre. Paralajmërim apo kërcënim. Një qen që le me agresivitet mund të përfaqësojë një rrezik të afërt, një person që mund të shkaktojë telashe ose situatë që po kalon ankth. Ëndra të fton të jesh më vigjilent dhe mos e injoro instinktin. Nevojë për të dëgjuar. Nëse qeni le në mënyrë të trishtuar apo të vazhdueshme, kjo nënkupton ndjenjën tënde të izolimit ose mungesën e vëmendjes nga të tjerët. Mund të jetë një pasqyrim i dëshirës për të shprehur diçka që ke mbajtur brenda vetes për një kohë të gjatë. Mbrojtje dhe besnikëri. Në disa raste, një qen që le mund të jetë simbol i një miku besnik që po përpiqet të të paralajmërojë ose të mbrojë. Lehja në këtë rast është një thirrje për të kujdesur për veten apo për të marrë një vendim të rëndësishëm. Zhurmë mendore. Nëse lehja është shumë e fortë apo bezdisëse, mund të përfaqësojë ngarkesën mendore që po përjeton, si mendime të padëshiruara, presion ose zhurmë nga jashtë që po ndikon në qetësinë tuaj shpirtërore.
Lajm apo informacion të ri. Në disa interpretime, një qenë që le është paralajmërues i një lajmi që po vjen. Mund të jetë pozitiv apo negativ, por zakonisht ka lidhje me diçka që po afrohet në jetën tënde dhe kërkon vëmendje. Nëse qeni që le në ëndër është i njohur për ty, atëherë ëndra mund të lidhet direkt me një person konkret nga jeta jote që po përpiqet të jap një mesazh ose kërkon vëmendjen tënde. Qeni që të ndjek në ëndër, kuptimi dhe simbolika. Kur sheh një qen që të ndjek në ëndër, kjo përvojë mund të jetë e frikshme, por në botën e ëndrave ajo mban mesazhe të fuqishme psikologjike dhe shpirtërore. Kjo ëndër lidhet me emocionet që po përpiqesh ti shmangësh në jetën reale, si dhe me njerëz apo situata që kërkojnë vëmendjen tënde. Ja disa nga kuptimet më të zakonshme të kësaj ëndre. Frik nga ndjenja të shtypura. Një qen që të ndjek tregon se po përpiqesh të ikësh nga një emocion i fortë, si ndjenja e fajt, zemërimi, frika apo turpi. Qeni përfaqëson këtë ndjenjë të shtypur që nuk mund ta injorosh më gjatë. Përballje me një çështje të pazgjidhur. Mund të jetë një problem personal, një konflikt me dikë ose një vendim që ke shtyr për shumë kohë. Ëndra është një sinjal që koha për përballje ka ardhur, nuk mund të vraposh përgjithmonë. Instikte të brendshme që kërkojnë vëmendje. Në disa raste qeni që të ndjek mund të simbolizojë anën tënde instiktive ose dëshirat që ke lënë pas dore. Ëndra të fton të dëgjosh më shumë trupin dhe intuitën tënde. Ndjekje nga përgjegjësitë. Nëse po përjeton stres nga puna, detyrimet familjare ose angazhimet personale, kjo ëndër pasqyron ndjenjën se je ndjekur nga presionet dhe nuk po gjen kohë për veten. Ndikimi i një personi nga e kaluara. Qeni që të ndjek mund të përfaqësojë dikë që nuk e ke përballuar plotësisht emocionalisht, apo vazhdon të ndikojë në mendimet dhe jetën tënde edhe pse nuk është më pjesë e saj. Kujdes se si ndihesh gjatë ëndrës. Nëse je shumë i frikësuar, kjo tregon një shmangje të thellë nga ajo që qeni simbolizon. Por nëse nuk ndihesh në panik, mund të jetë një sinjal se je gati të përballesh me të. Në fund, një qen që të ndjek nuk është domosdoshmërisht një kërcënim, është një ftesë për të parë më thellë brenda vetes dhe për të zbuluar për atë që ti po e shmang, por që mund të sjellë një çlirim dhe rritje në jetën tënde. Qeni që të sulmon në ëndër, simbolika dhe mesazhi i fshehur. Të shohësh një qen që të sulmon në ëndër është një nga përjetimet më intensive dhe shpesh të frikshme në botën e ëndrave. Kjo ëndër nuk është thjesht një paralajmërim për një rrezik fizik, por një shprehje e tensioneve të brendshme dhe marrëdhënieve problematike që ke në jetën tënde. Ja disa nga kuptimet më të zakonshme. Tradhti ose zhgënjim nga dikush i afërt. Qeni që zakonisht është simbol i besnikërisë, kur të sulmon mund të përfaqësojë një person që e ke konsideruar të besuar, por që po të lëndon emocionalisht dhe shpirtërisht. Agresion i shtypur. Mund të jesh duke shtypur ndjenja të forta si zemërim, zhgënjim apo hakmarrje dhe ëndra të tregon se këto emocione po kërkojnë dalje. Qeni që sulmon përfaqëson një shpërthim të mundshëm emocional që po vjen nëse nuk e trajton në kohë. Frik nga humbja e kontrollit. Nëse ndihesh i pafuqishëm përballë situatave në jetën reale, ëndra me një qen agresiv tregon frikën nga kaosi dhe ndjenjën se dikush tjetër po të kërcënon lirinë apo integritetin. Konflikt i brendshëm. Qeni mund të përfaqësojë një pjesë të vetes që nuk është në harmoni me të, ndoshta ndjenja faji, sjellje të pavedishme ose dëshira që po i lufton. Këshill. Mos e shiko ëndrën si një augur të keq, përkundrazi, ajo të jep mundësinë të përballesh me situata që po i shmang, të njohësh njerëz që ndoshta nuk janë ata që duken dhe të punosh me veten për të larguar energjitë negative që mund të jenë mbledhur brenda teje. Qeni që të mbron në ëndër. Kuptimet. Të ëndërrosh një qen që të mbron është një simbol shumë i fuqishëm pozitiv. Kjo lloj ëndre lidhet me sigurinë emocionale, mbrojtjen shpirtërore dhe besnikërinë që të rrethon në jetën reale. Mbrojtje nga forcat negative. Qeni që të mbron në ëndër mund të jetë simbol i një force mbrojtëse, qoftë një mik i sinqert, një antar i familjes apo një udhërrëfyes shpirtëror. Është shenjë që nuk je vetëm dhe dikush ose diçka po kujdeset për ty.
Besnikëri dhe miqësi e vërtet. Kjo ëndër tregon se rreth teje ke njerëz të vërtet, të cilët janë gati të të ndihmojnë kur je në vështirësi, edhe nëse ti nuk je plotësisht i vetëdijshëm për ta. Forcë e brendshme. Qeni mbrojtës mund të jetë një pjesë e personalitetit tënd që ka dalë në pa. Guximi, instikti për vetmbrojtje ose aftësia për të vendosur kufi të shëndetshëm në marrëdhënie. Një lidhje e fortë me botën shpirtërore. Në shumë kultura, qeni në ëndër shihet si shoqërues i shpirtrave apo si mbrojtës nga energjitë e errta. Në këtë rast, ëndra mund të tregojë se ndihesh i mbështetur nga forca të padukshme në rrugëtimin tënd. Shpëtim nga rreziku emocional ose fizik. Nëse në ëndër ndihesh i kërcënuar dhe qeni del për të të mbrojtur, kjo mund të jetë një shprehje e dëshirës për mbrojtje në jetën reale, ose një sinjal që ke një mbështetje të fuqishme në të cilën mund të mbështetesh në kohë të vështira. Këshill, nëse shpesh ëndërron një qen që të mbron, mendo për njerëzit në jetën tënde që të japin ndjenjën e sigurisë dhe përpiqu t'i vlerësosh. Kjo është gjithashtu një thirrje për të qenë më besnik ndaj vetes dhe ndjenjave tua. Ndërveprimi yt me qenin në ëndër e përkëdhel. Të ëndërrosh se po përkëdhel një qen ka kuptime të thella dhe shpesh pozitive që lidhen me marrëdhëniet, ndjenja dhe gjendjen tënde të brendshme. Ato janë një shenjë paqe dhe dashurie. Përkëdhelja e qenit në ëndër tregon se je në harmoni me veten dhe po përjeton një periudhë qetësie emocionale. Është shenjë e një zemre të butë dhe të dashur. Lidhje e fortë me një person të veçantë. Ky veprim në ëndër shpesh pasqyron një ndjenjë të thellë besimi dhe afërsie me dikë në jetën reale. Mund të jetë duke të treguar se ke krijuar ose po krijon një marrëdhënie të sinqertë dhe të ndershme. Kërkim për siguri emocionale. Në disa raste, përkëdhelja e qenit mund të simbolizojë nevojën për ngrohtësi, pranim dhe siguri. Është shenjë që ti dëshiron të ndihesh i dashur dhe i vlerësuar. Falje dhe pajtim. Nëse në ëndër përkëdhel një qen që më parë të ka trembur ose sulmuar, kjo mund të jetë një shenjë pajtimi ose konflikti të kaluar. Është simbol i rregullimit të emocioneve dhe i faljes, ndoshta ndaj dikujt që të ka lënduar. Zgjimi i instinkteve mbrojtëse dhe të kujdesit. Ky veprim mund të përfaqësojë anën tënde të kujdesshme dhe të dhëmshur, sidomos nëse kohët e fundit ke patur nevojë të kujdesesh për dikë. Këshill. Kjo ëndër të kujton rëndësinë e butësisë dhe ndjeshmërisë në jetën tënde të përditshme. Ndoshta është koha për të treguar më shumë dashuri dhe kujdes, qoftë ndaj të tjerëve apo ndaj vetes. Ndërveprimi yt me qenin në ëndër kur e ushqen. Të ushqesh një qen në ëndër është një simbol i fuqishëm që lidhet me besimin, përgjegjësinë dhe lidhjet emocionale që ke me të tjerët. Ndërtim besimi. Ushqimi i një qeni në ëndër shpesh simbolizon krijimin ose forcimin e një lidhje të bazuar në besim dhe dashuri. Je në një moment kur po investon në marrëdhënie që kanë rëndësi për ty. Shprehje e dëmshurisë dhe kujdesit. Ky veprim tregon që ke një natyrë të dashur dhe mbrojtëse. Je gati të ndihmosh dhe të japësh pa pritur asgjë në këmbim. Mbështetje ndaj dikujt në jetën reale. Ky veprim mund të tregojë që po kujdesesh për dikë emocionalisht apo financiarisht dhe dëshiron të jesh atje për dikë që ka nevojë për ty. Nëse ushqen qenin në ëndër, tregon furnizimi i vetes ose një aspekti të karakterit tënd. Në mënyrë simbolike, qeni përfaqëson një pjesë të vetes tënde që kërkon vëmendje dhe ushqim, instiktin, guximin ose besnikërinë, po i jep energji diçkaje që ka rëndësi për rritjen tënde personale. Shenjë e pasurisë shpirtërore. Është një ëndër që flet për bollok emocional, sepse për të dhënë duhet më parë të kesh. Kjo tregon që je në gjendje ku mund të ndash dashuri, mirësi dhe mbështetje. Qeni i sëmur në ëndër simbolizon një marrëdhënie që ka nevojë për shërim, ndjenja faj ose kujdes të neglizhuar, si ndaj vetes ashtu edhe ndaj personit tjetër. Qeni i vogël përfaqëson çështje të vogla në jetën e përditshme, por dhe miqësi të reja që po lindin dhe kërkojnë përkujdesje. Qeni i madh tregon mbështetje të fortë nga dikush në jetën tënde, shpesh një figurë prindërore apo një autoritet i besuar. Qeni i rrugës
është një ndjenjë braktisje, vetmie dhe humbje drejtimi në jetë. Mund të tregojë dëshirën për të gjetur një vend ku të ndihesh i pranuar. Qeni i njohur, simbol i besnikërisë, sigurisë dhe stabilitetit emocional, tregon që një marrëdhënie e rëndësishme po forcohet ose po të mbështet në kohë të vështirë. Në fund të fundit, qentë në ëndra nuk janë thjesht kafshë, ato janë pasqyra të ndjenjave tona më të thella, të frikës, të besnikërisë dhe lidhjeve emocionale. Po ti, a ke parë ndonjëherë një qen në ëndër? Si ishte, i madh, i vogël, i zi apo ndoshta i sëmurë? Dhe çfarë ndjenje të la pas zgjimit? Shkruaj ëndrrën tënde në koment, do të donim të lexonim përvojat tuaja dhe ta interpretojmë së bashku. Nëse kjo video ju duk interesante, mos zguroni të bëni like, koment, share dhe subscribe kanalit ton për të qenë i updetuar me video të tjera interesante. Ju falenderoj për kohën tuaj të çmuar.